Kompania e cila po ushtron rrjetin e ri të ujësillësit në Vlorë duket se ka gjetur një rrugë të shkurtër për depozitimin e inerteve që dalin nga hapja e rrugëve. Këto pamje që po ndiqni në ekran sillin skandalin më të fundit pasi ka hapur rrugën në lagjen 10 Korriku. Firma e ujësillësit i karon shkurt, duke depozituar mbetjet inerte nga hapja e rrugës në aneksin e stadiumit Flamurtari. Firma e ndërtimit duket se po gjan shesh apo bën për shesh. Kjo zonë është e rrethuar dhe pjesë e klubit të futbollit Flamurtari e në asnjë mënyrë nuk duhet të përdoret si një vend për depozitimin e mbeturinave nga ana e firmës që po punon për zbatimin e projektit. Pamjet që po ndiqni në ekran sjellin skandalin e radhës, e cila ka ardhur nga papërgjegjshmëria e firmës që po shtrin rrjetin e ri të ujësillësit. Sikundër shihet edhe nga pamjet, pjesë të asfaltit janë hedhur në mënyrë ilegale në pjesën e aneksit të stadiumit të qytetit të Vlorës, por nuk fshihet autori që i ka hedhur këto inerte në këtë territor, për shkak se në pamje duken qartë pjesët e asfaltit të rrugës. Në ditët e fundit firma e ujësillësit ka punuar në zonën e lagjes 10 Korriku apo thëndryshe në rrugën Pelivan Leskaj për të mundësuar shtrimin e rrjetit të kanalizimeve. Por firma e ndërtimit i karon shkurt duke hedhur inertet që kanë dalë pas punimeve në territorin e aneksit të stadiumit Flamurtari. Ky është një skandal ku haptazi firma me papërgjegjshmërinë e saj i bie shkurt duke ndotur zonën e aneksit të stadiumit. Në fakt nuk e dim që kjo zonë ishte e ligjëruar për depozitimin e mbeturinave. Kjo është pronë e klubit të futbollit Flamurtari, por me sa duket firma e ndërtimit nuk e di historinë e Flamurtarit dhe të futbollit në Vlorë, pasi drejtues dhe punonjës së saj nuk janë nga Vlora e nuk e njohin qytetin e Vlorës. Institucionet duhet të marrin urgjentisht masa për këtë situatë vërtet shqetësuese dhe firma duhet të mbajë përgjegjësi për papërgjegjshmërinë e saj për depozitimin abuziv të mbetjeve inerte në aneksin e stadiumit.